بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين me emrin Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshirshëtit, falënderimet dhe të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e Republikës Islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësia dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 69-70 të surës Zumar, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wa ji'a bin nabiyyina wash-shuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudhlamun wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dhe toka do të shndrisë me dritën e Zotit të vet, dhe do të vendoset libri i veprave. Pastaj do të sillen profetët dhe dëshmitarët, e ata do të gjykohen me drejtësi, e nuk do të bëhet asnjë pa drejtësi. Secilit do t'i jepet shpërblimi për atë që ka bërë, sepse ai për Allahu e di më së miri se çfarë kam punuar, pra çfarë ka punuar njerëzit në këtë jetë. Dy ajetet në fjalë flasin për ditën e ringjalljes dhe fillojnë me një nga ngjarjet që do të ndodhen në ditën e ringjalljes. Dhe këto dy ajete na flasin për 7 faza nëpër të cilat do të kalojë njeriu në ditën e ringjalljes. Pra kur të ringjallemi, pas ringjalljes, çfarë do të ndodhë? Atëherë këto dy ajete na sqarojnë më së miri. Në fillim, ajeti 69 thot: dhe toka do të shndrisë me dritën e Zotit të vet. Pra pas ringjalljes, toka do të ndriçojë, do të shndrisë me dritën e Zotit të vet. Allahu të plotfuqishëm. Në mesin e komentuesve të Kuranit të Shenjtë ka mendime të ndryshme për kuptimin e ndriçimit të tokës me dritën e Zotit të saj. Dhe për këtë ata kanë dhënë shpjegime të shumta. Prej shpjegimeve që komentuesit kanë dhënë janë: së pari, disa kanë thënë se qëllimi me dritën e Zotit është e vërteta dhe drejtësia, në të cilën Allahu i botëve ndriçon tokën atë ditë. Eroditi el-Mejlisi në librin e tij Biharul Anwar thot: në ditën e ringjalljes, toka ndriçohet me drejtësinë e Zotit të saj, sepse drita e tokës është pra me drejtësinë. Kurse autori i tefsirit El-Mizan, Sayyid Tabatabai, Allahu e mëshiroft, thot se qëllimi me ndriçimin e tokës me dritën e Zotit të saj është se kjo dritë është e veçantë vetëm për ditën e ringjalljes. Ditën kur hiqen mbulesat dhe gjithçka dërsheshit, dërhaptasit. Në të vërtetën e tyre, punët e mira, bindje, kundërshtimin atë ditë, e vërteta dhe e gabuara shihen qartë. Dhe këtë mendim
se i Tabatabai e kanë nxjerrë prej ajetit 22 të surës Al-Kaf, i cili thot, ti ishe i pakujdesshëm ndaj asaj dite, pra ditës së ringjalljes, dhe ne ta hoqëm perden tënde, prandaj shikimi yt sot është shumë i mprehtë. Në atë ditë, kjo dritë, drita e Zotit, do të përfshijë të gjitha sendet që ekzistojnë. Do me thënë, ajo drita do të ndriçojë gjithçka. Është e qartë, pra se të gjitha normalisht, të gjitha këto çështje kanë nevojë për një shtellim akoma më të gjatë, po përmendim pra shkurtimisht në më formë përmbledhëse, që drita, pra me të cilën do të ndriçohet toka, pra është drejtësia, sipas drejtësia Allahut në atë ditë, në ditën e ringjalljes. Gjithashtu është transmetuar nga Imam Sadiq, paqja qoftë mbi të, e ka thënë për rreth dritës, pra që do të ndriçohet toka në atë ditë, thotë, kur të vijë udhëheqësi ynë, pra, Imam Mehdiu, Allahu ja shpejtoft ardhjen, toka do të ndriçojë me dritën e Zotit të saj. Atëherë, njerëzit s'kanë më nevojë për dritën e diellit dhe atëherë ka mbaruar errësira, thotë. Pra, faza e parë, pas ringjalljes është pra ndriçimi i tokës me dritën e Zotit të vet. Faza e dytë, për të cilën pra flasin ajetet në fjalë, është ardhja e librave të veprave. Ajeti thotë, do të vendoset libri i veprave. Çdo gjë që ne bëjmë në këtë jetë është regjistruar. Secili person ka librin e veprave të tij. Askush nuk mban përgjegjësi për veprat e tjerëve. Gjithsecili është përgjegjës për veprat e veta. Faqet e librit të veprave përmbajnë të gjitha punat e vogla e të mëdha të njeriut, ashtu siç thot ajeti 49 në surën Kahf. Nuk ka lënë as mëkat të vogël e as të madh pa numëruar. Pra gjithçka është shënuar tek libri i veprave. Prandaj le të bëjmë kujdes. Pra kjo është faza e dytë, me të cilën do të përballet njeriu në ditën e ringjalljes, pas ndriçimit të tokës me dritën e Zotit vet, do të vendosen librat e veprave. Dhe gjithsecili do të llogarisë veten e tij, iqra kitabaka wa kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Lexo librin tënd, librin e veprave. Dhe mjafton që ti do të jesh llogaritës i vetes tënde në bazë të librit që do të jepet në atë ditë. Faza e tretë, në ditën e ringjalljes që kalon njeriu, është ardhja e dëshmitarëve. Siç thot ajeti, pastaj do të sillen profetët dhe dëshmitarët. Profetët do të jenë të pranishëm në gjykatën e drejtësisë hyjnore, që të pyeten nëse e kanë plotësuar detyrën shumë të rëndësishme për kuptimin e fjalës hyjnore, ashtu siç lexoj pra në ajetin 6 të surës Araf, mu thot, patjetër do të marrim në pyetje edhe të dërguarit. Prandaj përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore do të sillen edhe dëshmitarët që me dëshminë e tyre të vërtetojnë të gjitha punët e bëra. S'ka dyshim se Allahu krijuesi i plotfuqishëm ka dieni të plot për të gjitha punët, por për të përforcuar pozitën e lartë të drejtësisë, Allahu thërret të dëshmoj para kësaj gjykate pa njerëzit që i kanë bërë
ato punë. Komentuesit e Kuranit të Shenjtë kanë përmendur disa mendime në lidhje me dëshmitarët që do dëshmojnë në ditën e ringjalljes për punët e njeriut. Disa kanë thënë se ata janë njerëzit e mirë, njerëzit e pastër, njerëzit e drejtë të umetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, të cilët do dëshmojnë se profetët e kanë plotësuar përqimin e fjalës Allahut me të cilën ata erdhën. Gjithashtu, dëshmitarët do dëshmojnë edhe për punët që kanë bërë bashkohësit e tyre. Dhe patjetër që edhe imamet për ehli bejtit të pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali do të jenë për atyre dëshmitarët. Disa të tjerë, disa komentues thonë se dëshmitarët janë engjëjt që do dëshmojnë për punët e njerëzve. Dhe si thot edhe ajeti 21 surës Kaf, ku thot së bashku me çdo individ do të vijë përquesi dhe dëshmitari. Pra janë engjëjt që na regjistrojnë punët tona. Disa komentues të tjerë kanë thënë se në ditën e ringjalljes, gjymtyrët e njeriut, vendi dhe koha ku e kur njeriu me ka treguar bindje e ka mëkatuar, do dëshmojnë për punët që i ka bërë. Pra gjymtyrët tona, duart, këmbët, lëkurat, të gjitha do dëshmojnë nesër para Allahut për punët që kemi bërë. Por fatkeqësisht njeriu harron që është i mbikëqyrur nga të katër anët. I friksohet një kamere të vendosur dhe një tabele ku thuhet kujdes, vendi është i mbikëqyrur nga kamerat 24 orë. Dhe ka frikë t'i afrohet atij vendi. Por se nuk i friksohemi Allahu që na shikon kudo që t'jemi, edhe sikur të hymë nën tokë, edhe sikur të hymë në ndërtesat e fortifikuara, Allahu është me ne. Prandaj dhe të kemi kujdes. Disa të tjerë kanë thënë se dëshmitarët, pra fjala dëshmitarë specifike dhe shpeshtra përdoret për ata, fjala shuhada, më thotë janë edhe martirët që martirizohen në rrugën e Allahut fuqiplot. Por, sido që tjetra, në atë ditë do të kemi dëshmitarë që do të dëshmojnë për veprat tona. Faza e 5 që do të kaloj pra njeriu në ditën e ringjalljes është e nuk do të bëhet asnjë padrejtësi. Është natyrshme se kur gjykatësi është vetë krijuesi i fuqiplot, i drejti absolut, kur toka ndriçon me dritën e Zotit të saj, kur të shpalosen veprat e punëve të njeriut që shpjegojnë me inësi të qartë çdo të vogël e të madhe që ka bërë, kur si dëshmitar do të sillen profetët dhe njerëzit e drejtë, është e qartë se Allahu fuqiplot do të gjykojë vetëm me drejtësi. Dhe se në një gjykatë të tillë kur nuk mund të ketë vend për padrejtësinë. Atje nuk ka rishfete, atje nuk ka avokate, atje nuk ka miq, atje nuk ka shok, atje nuk ka kafe, atje nuk ka drek, nuk ka manipulim në atë gjykatë. Atje gjithçka do të gjykohet me drejtësi absolute, sepse gjykatësi ynë është vetë krijuesi ynë.
Faza e 6, me të cilën pra do të kalojë njeriu në ditën e ringjalljes, është dhe secili do t'i jepet shpërbimi për atë që ka bërë. Pra, gjithsecili do marrë shpërbimin asaj që ka bërë. Gjithsecili do të ndëshkohet për mëkatet, gjunahet që ai ka bërë. Nuk ka njeri tjetër që të dënohet, të ndëshkohet për mëkatet e tjetrit. Në Islam, askush nuk është flijuar që për të larguar mëkatet. Të gjithë ne do të mbajmë përgjegjësi për mëkatet tona, do të japim llogari për mëkatet tona. Do të dënohemi për mëkatet tona. Nuk ka në Islam që unë po bëj gjithë jetën mëkate, as është filani është flijuar për mëkatet tona. Nuk ka në Islam këtë. Është jashtë logjike. Prandaj, duke qenë se Allahu është i gjithditur, i mirë informuar, jemi pra të kujdesshëm në veprat tona. Dhe ai do të na shpërblej me drejtsinë e tij, inshallah. Dhe inshallah Allahu gjithashtu do të na gjykojë edhe me mëshirën e tij. Sepse nëse Allahu do të gjykojë vërtet sipas drejtësisë së tij absolute, shumë të rrallë janë ata që shkojnë në xhenet. Por Allahu inshallah na marrë në llogari bazuar edhe më shumë në mëshirën e tij. Pra shpërbimi për punët dhe për pasojat e punëve do të kthehet tek ata që i kanë bërë ato punë. Prandaj, a mund të kesh shpërbim më të lartë se sa kur punët kthehen të plota te vetë njeriu që i ka bërë ato punë? Prandaj pra, ai që ka mundësi të zbatoj me imësi rrugën e drejtësisë, ai njeri pra nuk mund të jetë vetë se një njeri pra i shpëtuar si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Ndërsa faza e fundit, faza e 7, që kalon njeriu pra në ditën e ringjalljes, siç thot edhe ajeti thot, sepse ai pra Allahu e di mirë, e di më së miri se çfarë kam punuar. Pra Allahu është pra i gjithditur për çdo vepër që ne bëjmë. Dhe për këtë pra duhet që kur të mos dyshojmë që nuk do marrim shpërblimin e jetën tjetër. Kur të mos dyshojmë se zullumqari, kriminali nuk do të ndëshkohet në ditën e ringjalljes, në ditën e llogaridhënies. Allahu është i drejtë absolut. Dhe për këtë gjithsecili do t'i japi atë që meriton atë ditë, pra në ditën e ringjalljes. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, le të përgatitemi për atë ditë. Le ta mbushim librin e veprave tona vetëm me vepra të mira. Të largohemi nga veprat e këqija. Të jemi vërtet në këmbësit e Allahut në tokë. Të jemi për atyre që ndihmojnë në përhapjen e të mirës, në përhapjen e paqes, në përhapjen e lumturisë në mesin e shoqërisë. Të përpiqemi sa më shumë që të jemi të dobishëm për shoqërinë ku ne jetojmë. Të urdhërojmë në të mira, të ndalojmë nga e keqja. Atë ditë nuk do të kemi askënd pranë. As nën, as baba, as vlla, as motër, as bashkëshorte, as fëmijë, as të afërm, as fis, as farefis, as miq, as shok.
Do të jemi vetëm ne dhe veprat tona. Prandaj, le të jemi prej punë mirëve, punë drejtve, të jemi prej atyre që ecin gjithmonë në rrugën e krijuesit, sepse rruga e krijuesit është rruga e mirësisë, rruga e lumturisë dhe rruga e shpëtimit. Allahu na forcoft në rrugën e tij, Allahu na bëf për atyre që bëjnë vetëm veprat e mira dhe qofshim për atyre pra që u jepet libri veprave nga e djathta dhe jo nga e majta. Allahu na shpërbleft të gjithë me xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqe, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.